Kryeministri Edi Rama mbajti një konferencë për mediat këtë të mërkurë ku foli për çështjen e Zvërnecit. Rama tha se mbështet kontrollin e fondeve për blerjen e pronave në Zvërnec. Kreu i qeverisë shtoi se çështja e origjinës së pronës do të kryhet përmes një hetimi pasuror dhe profesional përmes SPAK-ut dhe në çdo rast rezultati do të jetë i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronar. Ndërkohë që nga ana tjetër unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Duke komentuar protestat, kreu i qeverisë u shpreh se është i vendosur që të vijojë projektin që ka nisur në Zvërnec. Po, kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmi të vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbaroj dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet. Rezorit luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Prej disa ditësh qytetarët kanë protestuar kundër investimeve në Zvërnec, duke kërkuar anulimin e projektit dhe dorëheqjen e qeverisë, ndërkohë kryeministri Rama i ka thirrur protestuesit në një takim, i cili është refuzuar nga ana e tyre.